Jeta, kjo është seanca e dytë live në këtë studio. Parën e kemi bërë me Dalinën, e dyta je ti. Edhe unë do të them faleminderit një herë që ke pranuar të vish këtu për ta bërë terapinë më të ngrohtë, pasi kemi një person dhe ti e di, më tregoje pak edhe për eksperiencën vet të terapisë që ke ndjekur. Dhe besoj ndihesh rehat nga eksperienca që ke. Fakti që kjo është diçka që unë e kam bërë më përpara, ndjem edhe komode ta bëj. Okay. Edhe në këtë moment. Ne bën më të thjeshtë. Tani kjo nuk është patjetër një terapi normale, siç ne filloj me të dhënat edhe që të cilat në këtë rast do mbeten anonim, por është e rëndësishme që ne të flasim për atë që ti dëshiron ta nisësh. Kur lexova te Dalina temën që ju kishit, më erdhi instinktivisht të shkruaj edhe besoj që bëra mirë, sepse sot jam këtu edhe kam shumë qejf ta ndaj historinë time që besoj që e jetojnë gjithë femrat, por dikush e thot me zë të lartë, dikush zgjedh mos e thot, ose ta thot në rrethin shoqëror. Unë mendoj që jetojnë fiks në kohën kur shumë martesa janë të palumtura, deri në marrëdhënie seksuale që janë pa dashuri. Një ndërtoj jam dhe unë, që ka shumë kohë që kjo krizë ka hyrë në mes, dhe mendoj që është finalizuar me një fëmijë, që tashmë është 6 muajsh, dhe jam shumë e lumtur që durimi im në kohë, duke ndërë në një martesë jo të lumtur, solli një frut dashurie që në një kohë tjetër do ishte edhe shumë, do silte shumë lumturi, por gjithsesi ja vleti ajo që bëra, që e bën shumica grave sot. Si nisi? Na tërgo pak për fillimin e martesës tuaj. Jeta ime ka qenë shumë e bukur. Ne kemi pas marrëdhënie të gjatë dashurie që u finalizoi me një martesë. Kjo martesë gjati shumë vite e lumtur, sipas konceptit tim të lumturisë atëhershme. Pasoi me një largim të burrit tim që gjithmonë justifikonte si probleme puna. Unë kur nuk e vërtetova për çfarë ishte ky largim, ishte një largim nga unë personalisht apo një kohë e vetja, një vujtje që mbase nuk do donte të ma thonte ose mendonte që nuk kisha fuqi që ta ndihmoja në të gjën që po kalonte. Kjo do ngjitet enigmë derisa unë ta marr vesh se pse ndodhi kjo largesa shpirtërore e komunikimit, e asaj gjë zjarr që unë doja ta jetoja jetën çdo ditë. Kjo solli një vështirësi shumë të madhe emocionale timen, më pas solli dhe një ftoje shpirtërore, pas një ftoje shpirtërore do vije patjetër edhe një ftoje në dashuri, në marrëdhënie seksuale me partnerin, që më bëri rrjedhimisht të mendoj për një divorc që nuk prano kurrë nga askush, nga rrethi që unë takoja dhe jetoja, sepse ju dukeshin arsye shumë të pamjaftueshme për një divorc. Patjetër që dhe bashkëshorti nuk ishte dakord për divorcin, mbase ai i kishte kalu dhe i kishte suportuar traumat e veta, mërzitit e veta, mbase edhe shgënjimet në një dashuri të fuqishme që mund të kishte jashtë. Edhe mendoj që ai u kthye kur edhe unë kisha ikur. Ai u kthye pak vonë. Në kohën që unë bëja zhurmën që ai të ishte aty, dhe gjërat mos shkonin derisa unë kërkoja divorcin, ai nuk ishte. Edhe kur ai erdhi unë doja të ikja. Por prapë ndonjë te njerëzilliku. Do me thënë, nuk mund të braktiset një njeri që ti e lexon në sytë atij që ai dëshpërimisht kërkon që ti mos ikësh. Sepse unë nuk e kisha aq me ngut sa ishte dikush tjetër që më priste dhe unë duhet ta lija këtë sepse po priste dikush të bëhet lumtur. Unë thjesht doja ta rijetoja edhe një herë lumturinë time të jetës, sepse kisha jetuar një marrëdhënie me dashuri, kisha jetuar një martesë me dashuri, një lidhje me dashuri dhe më dukeshte e parashtyeshme që unë të jetoja tani sepse kështu janë fazat e jetës. Nuk ka faza jete. Jeta jetohet e lumtur deri në fund. Nëse ti je gjithkohës me njeriu e dur, dhe nëse ai njeriu duhet bëhet një moment i padur, do thotë që është bërë i dur për dikë tjetër. Pra dyshoje këtë gjë? Unë dyshoja që atë lumturi po e merrte dikush tjetër. Jo në kohën kur unë bëja zhurmën që ai të zgjohej, por në kohën kur unë qetësova dhe dola si një palë tre të shoh marrëdhënien time nga jashtë. Dhe shifja dy njerëz që kishin nisë shumë të lumtur, që kishin qenë bashkë, që kishin një jetë të lumtur, që kishin arritur shumë gjëra bashkë, dhe dy njerëz që kishin asnjë pikë komunikimi, dhe thjesht jetonin, por nuk mund ta pranoja të rija aty, sepse kështu vikan etapat e jetës. Derisa rash në një gjendje shumë të vështirë emocionale, sepse doja patjetër të isha e lirë,
minimalisht isha e lirë për të vendosur për këtë gjë që më kërkoja ta bëja. Më dukeshte vetja shumë e pjekur dhe më dukeshte sikur isha bërë fiks rrugtimin për të arritur aty ku doja dhe të jepja fund kësaj gjëje, sepse kjo gjë kishte marrë fund më përpara për atë person. Pas sa vitesh martesë filloi të binte? Kjo filloi mbas 7-8 vitesh. Fiks kur fillon kriza, besoj unë. Dhe pastaj ndonjëherë në vite shumë të gjata mërzitie, në një marrëdhënie të palumtur, asnjëherë nuk u stopu marrëdhënia seksuale, edhe sa e palumtur që ishte, edhe sa e paplotësuar që ishte, edhe sa asgjë domethënë nuk ishte siç kishte qenë, por po inerci çdo gjë vazhdonte. Pse thua për inerci? Për inerci sepse u bë gjë normale, sepse ajo zhurma momentale që duhet merrte një jetë nuk u çu, edhe pastaj ran atë qetësinë që ne pastaj kështu jetonim ditët, sepse kështu duhet. Unë u lodha. Unë nuk kisha më fuqi mendore për të luftuar për të arritur gjën që doja. Dhe mora kohën që të marr veten, sepse lufta që bëra për të arritur diku nuk arrita do ta çoja deri në fund. Nuk arrita do ta çoja sepse kisha një dhimbje edhe për personin që nuk e pranonte, dhe nuk e pranonte jo me egoizëm, por nuk e pranonte me dhimbje. Edhe nuk mund të lija njëri në dhimbje vetëm për Si e shprehte dhimbjen? Nuk e pranonte fare që ne ta bënim një bisedë divorci. Nuk ishte fuqi, do të thënë nuk me që unë isha në këtë fazën që sapo e kisha kalu, edhe pastaj dija se ç'a doja të bëja, nuk mund të lija një njeri të bënte rrugën time. Nuk mund t'i faturoja një personi dhimbjen që unë e kisha kalu me shumë vështirësi. Nuk e shifja dot, domethënë, të kalonte atë dhimbjen. Ti nuk doje që ai të vonte si të vonte në pikën që kisha vujtur, e kupton? Pavarësisht se unë atë vujtje mendoja që ma kishte sjell ai. Dhe akoma e mendoj, sepse unë mendoj që do isha shumë mirë nëse ai do ishte i tëri imi. Si ishte imi për dikë tjetër, se ishte me dikë tjetër, si ishte imi sepse kishte fazën e vet. Unë këtë besoj që nuk do vdes pa marrë vesh. Por në atë kohë, patjetër që në atë gjendje më çoi mos kujdesi atij. Edhe një njeri që ti kalon një jetë me të, do ta kuptoje që mos kujdesi jot do ta çojë në atë pikë. Edhe unë isha dhimbja ime ishte fruti i sjelljes atij. Gjë që unë nuk e dhash dot. Nuk u hakmora dot. Sepse nuk mundesha, nuk shkoj në pikën që nuk ja bëj dot njeriu atë që ma bën, bie dhe e mbajta. 7 vite, domethënë ti jetove plotësisht në këtë marrëdhënie. Kishte komunikim, kishte dashuri, kishte martesë shumë e qetë, shumë e bukur, shumë e lumtur, shumë ollin, ishim vetëm ne të dy, çdo gjë e kishim bashkë edhe që ta kuptojmë, ai u largua që ndodhi kjo pjesa e distancës tuaj emocionale. Pas hapi, ishte i lodhur, s'kishte kohë, vinte më vonë, zjas oraret e punës. Kishte nerva që nuk ja jepja unë dhe kishte ca momente lumturie që nuk ja jepja unë. Domethënë unë kuptova një moment që ai s'ishte i lumtur se këtë gjëja ja shkaktoja unë dhe ai s'ishte i mërzitur se këtë gjë ja shkaktoja unë. Domethënë ai me mua ishte me nerva gjithkohës. Dhe pastaj kishte një pjesë tjetër që dikush e kishte humorin në dorë, patjetër. Pra gjithmonë ka qenë dyshimi tek ty që ishte futur një person tjetër. Ky kishte futur një person tjetër, askush s'futet. Ne fusim persona. Dhe mendoj që ajo ka qenë koha që ai humbi një njeri që jetonte jetën jo vetëm për veten, por jetonte edhe për atë. Kupton? Sepse unë entuziazmin që kisha për jetën time, ja transmetoja edhe atij, dashurinë që kisha për veten e kisha edhe për atë. Domethënë, unë isha e lumtur dhe kisha një rreth të lumtur dhe patjetër që bëja të lumtur dhe atë me lumturinë që kisha. Pastaj unë spostova. Edhe spostimi më çoi në një gjendje të vështirë mendore. Sa unë e pranova që jeta ime tani nuk do jetë më kaq e bukur. Se ma pas ka ndorë dhe burri jetën që të ma bëjt bukur. Dhe ky burr tani ka ikur dhe s'ma bën më. Dhe unë do t'iki nga kjo lidhje që nuk më jep më asgjë. Për sa kohë luftove? 2 vjet, 3 vjet. Po pse the që momentin kur ti u dorëzove, ai filloi të kthehej tek ty? Sepse ai deri në momentin e fundit nuk e mori seriozisht që unë do ikja. Në kohën që unë luftoja, për të isha shumë e pa... Ai nuk e besonte që unë mund të marr hapa kaq të mëdhenj. Edhe kjo mbase i dha atij arsyen që të guxonte dhe të më çonte në atë pikë, sepse ai nuk mendonte që unë i finalizoj gjërat. Unë e bëra familjare, ju thash të gjithëve,
e thash në shoqëri, e bërtita me zë, domethënë më dukeshte sikur sa më shumë ta merrnin vesh njerëzit që unë jam në një kriz që duhet hiki dhe ta hapi këtë gjën, aq më shumë kjo gjë do bëhet reale. Askush nuk e kuptoi dhe askush nuk e besoi që këto janë arsye të mjaftueshme për një divorc në Shqipëri, sepse që të bësh një divorc në Shqipëri do të ketë dhunë, tradhti, bixhos, papunësi. Është shumë pak arsye për thënë që ti nuk je më i lumtur. Domethënë, qenë e palumtur te ne është një pjesë normale e jetës. Ne duhet jemi palumtur çdo ditë, mjaftoi që ne mos rrifemi, ne kupton? Jeta, ne duhet të ndalojmë te një gjë shumë pak intime, do thoja, pas edhe një pjesë shumë e vështirë që kanë nxjerrë në pa tek martesa juaj, kanë nxjerrë problematikën, atë ftohtësinë, indiferencën që ti e ndjeve për vite me radhë, e vuajt e vetëm, kuptova që ke kërkuar ndihmë tek njerëzit e tjerë, dhe nuk e marr kuptim, por unë dua të ndalim shumë në mënyrën se si ti ke përjetuar gjithë atë procesin e intimitetit. Çfarë të thonte ty? Intimiteti ishte një pjesë që bashkëtorti im mendonte që martesa s'do merrte fund. Edhe një intimitet i palumtur, ose një intimitet si mos e rëndoj të them si përdhunim. Jo, domethënë nuk ishte një intimitet i detyrueshëm me dhuna, po ishte një intimitet që unë e bëja që ai të mos ndiheshte edhe më keq. Sepse në pikën që kishte rënë, unë mendoja që isha edhe unë fajtore. Mendoja që kisha kërkuar shumë nga ai. Domethënë ai për herë të dytë më bëri të mendoj që unë i dhash atij një dhimbje, ndërkohë që ai se meritonte, se ai s'më kishte bërë gjëra mjaftueshëm. Rreti më bindi që unë po i bin qaf atij njeriu. Ai është një shumë i mirë, ai është një që punon, ai një që s'ka kohë të merret me ty, po jo se s'do të merret me ty. Ai po punon shumë dhe rash në pikën që thashë i bëra keq. Pse çfarë ndodhte? Domethënë si vinte pjesa e intimitetit tek ju? Vinte kërkohej nga ai shtys. Gjithmonë kërkonte nga ai, madje një periudhë kohë thoya që ne do të bëjmë një pauzë. Ai këtë gjë atë e tremte shumë. Ideja që një moment mund të stopoj krevati. Ai mendonte që do stopoj për një javë, për 2 javë, për 2 muaj, për 5 muaj, edhe ky do ishte fundi që unë pastaj do ikja. Pra, ishte domethënë nga ana e tij ishte një lëvizje e dëshpëruar, fiks siç janë dy njerëz në një lidhje që njëri don të ikë dhe tjetri mendon se duke i falë edhe pak më shumë dashuri, duke kërkuar edhe pak më shumë intimitet, do ta binte edhe këtë herë të rrije. Domethënë në çdo marrëdhënie tonë seksuale ai mendonte që unë këtë herë do ndjeja pak më shumë, unë këtë herë do isha pak më shumë me atij. Unë këtë herë do ta gjeja veten sepse ai dinte që unë jetoj për dashurinë, e kupton? Dhe ai nga që shifte ndryshimet tona seksuale të një kohe më përparme, edhe të tanishme, donte që të shkonte atje ku kemi qenë dikur bashkë. Pra nuk po të rikthente dot vetëm përmes seksit apo jo? Jo, sepse në momentin që të hik lumturia, të hik ndjeshmëria shpirtërore, unë nuk besoj që ka një njeri që... Ishte kjo vetëm me formë që ai kërkonte të afronte, apo përdorte edhe pjesën e afërmitetit emocional, për shembull mbështetjes, kuptimit? Ishte i qetë, nuk ishte më arrogant, nuk ishte më një njeri që mendonte se unë po kërkoj shumë nga jeta dhe unë nuk di dhe nuk jam pjek për moshën që kam. Ra në një qetësi, ra në dhimbjen e vet, u tremb që familja po shkatrohej. Dhe punoj në mënyrat e veta dëshpëruese deri te kjo marrëdhënie seksuale që ai e shifte që unë kisha shumë problem dhe e refuzoja shumë, por për inercit asaj që shef një njeri përpara që është në një dhimbje dhe kërkon mbështetjen tënde, në fund të fundit unë po flija me burrin që kisha shumë vite dhe nuk është se ishte fundi i botës në kuptimin e asaj që më ishte neveritur, thjesht unë nuk ndjeja më. Ti kishe e ndjeve si detyrim. Si detyrim? Detyrim martesor. Detyrim martesor, sepse ky njeriu ishte në një gjendje që e kërkonte edhe këtë pjesën. Pra ti e ndjeje të imponuar, nuk është nuk është se vinte nga ndjenja e fajt që ti përjetoje për shkak. Ishim të dyja bashkë. Domethënë ndjesha dhe imponume, por nuk i kisha shkuar akoma në fund të vetes që kërkoja. Dhe ishte faza që u mendoja që isha unë arsyeja që këtë njeriu ne çova në këtë pikë. Domethënë, unë bëra një që të vuj kaq shumë, e solla në këtë pikë
që të jetë kaq dëshpërues në këtë marrëdhënie dhe të kërkojë të gjë. E ndjej faj plus imponim. Sepse unë mendoj që ne këtë krizë do ta kishim kaluar shumë më përpara, nëse do kishim marrë një pauzë. Pra ti po thua që një pauzë do kishte ndihmuar marrëdhënien tuaj. Një pauzë do kishte ndihmuar që ne kishim më shpejt bashkë. Një pranim i atij në një të hershme. Do na kishte ndihmuar shumë që ne mos e kalonim këtë gjë, as ai dhe as unë. Domethënë, ne na mungoi komunikimi. Në kohë të ndryshme se kuptojmë njëri tjetrin, në kohë të ndryshme nuk i dham rëndësi njëri tjetrit dhe në kohë të ndryshme nuk i dham hapësirën e duhur njëri tjetrit për ta kuptuar që një lidhje jeta mos shkojë në një ndarje. Sepse te ne nuk ishte arsye të qarta ndarje, siç e thashëm përpara, nuk ishte një tradhti që ishte vërtetuar nga ana ime, nuk ishte një dhunë, edhe mund të ishin futur në një çift në monotoni, thjesht nga fakti se kishin shumë vite bashkë, kupton? Por ka nxjerrë një dinamikë shumë interesante, marrëdhënia juaj që thjesht marrëdhënia intime tregonte se çfarë ti po ndjeje në raport me partnerin dhe se si ai po të shikonte ty. Nuk e di, a mund ta them që vinte përparësi nevojat e veta përpara teje dhe kjo të bënte më të dhimbshme pjesën e kalimit të kësaj krize që po ndodhte mes jush? Nuk e kishte në stilin që të kërkonte diçka me dhunë apo me egoizëm apo unë jam burri apo se këtë nuk e them dot, e kupton? Por e kishte me dhimbje. Nuk e pranonte dot një ndarje, nuk e pranonte dot një largesë fizike. Do të thënë tipik si meshkuj që mendojnë se të kanë gjithkohës aty. Dhe tentojnë deri në pikë të fundit të çojnë që të kanë aty dhe në momentin që s'të kanë, ata pastaj vinë, po ti si e më. Tani besoj që unë jam fiks në fazën që e kam punu me veten këtë gjën shumë dhe kam shumë vite që ndiqem me psikologa. Unë sot jam në një pikë që nuk e di më çfarë është lumturia, por kam sot jam e lumtur me veten. Dhe të mos e kërkoj gjetë më lumturinë. Do të thonë unë mbaj një raport korrekt me çdo njeri, përfshi dhe burrin tim. Jemi të qetë, kemi një fëmijë, siç thash, që është tani 6 muaj dhe jeta jonë shkon në qetësi, por nuk shkon në atë kulmin e entuziazmit që unë e doja. Pra po nuk ka ndryshuar akoma ashtu siç ti kishe nevojë? As nuk do ndryshoj kurrë. Kjo është pjesa ime e pajtimit me jetën, nëse mund të them. Dhe si është sot pjesa marrëdhënie seksuale mes jush? Është 10% pak më mirë se ç'ishte, siç e shpjegova pak më përpara. Çfarë ka ndikuar që është më mirë? Përmirësimi yt apo ka ndodhur diçka nga ana e tij? Jo, ai më thotë që unë ky kam qenë për herë, po ti ke zgjedhur mënyra të ndryshme të më shohësh dhe këndvështrime të ndryshme. Domethënë asnjëherë nuk e ka pranuar që ai ka ndryshuar. Gjithmonë ka menduar që unë kam pas fazat e mia të jetës, që e kam para të ndryshë si person. Edhe tani jemi në pikën që ka ndryshuar, por absolutisht nuk mund të ringjallet ai që ka vdek. Kjo është e sigurt. Domethënë askush nuk kthej të gjëja të gjën siç e ka lënë në mënyrë kategorike. Domethënë ne jemi tani një familje e qetë, një familje që punojmë, që jetojmë, që rrisim një fëmijë, që kemi një dashamirësi për një tjetrin, flas nga ana ime, por absolutisht mbasi gjërat janë thyer ndër vite dhe është bërë gjithë ky rrugtim, janë bërë gjithë ulje ngritje, nuk mund të shkojë me njeriu sikur këto gjëra nuk i ka përjetuar fare, sepse këto kanë ecë me mua, këto kanë ecë me atë. Dhe ne nuk mund të shkojmë në pikën që këto gjëra si kemi kalu. Ne i kemi kalu, jemi mundu t'i rregullojmë, dhe nuk e di si do vazhdojnë, sepse mund të vijë një moment që mund të doja ai të largohet. Pavarësisht unë s'u largova në momentin që doja të largohesha, mund të vijë nesër kërkesa e largimit nga ai. Ne nuk e dim fare, domethënë çfarë mund ta presi nesër. Edhe për këtë unë jam gati. Unë nuk është se jetoj më me bashkëshortin, tani vetëm se duhet jetoj me atë dhe jam imponuar, se unë tani mund të jap edhe drejtim të një ndarje. Por tani mendoj që e mira është që fëmia im të rritet me baba edhe unë të mos pres më që do ta kapi atë lumturinë që unë pretendoj. Po ti si grua, domethënë eksplorimin yt seksuale themi, ka ndodhur që nga momenti i martesës, aty ndoshta fillove të vihesh në kontakt me eksplorimin e vetes, me ndjesi që merje dhe kjo ndërton raportin. Pra, marrëdhënia seksuale patjetër që është një tregues i marrëdhënies edhe tjetër përveç kësaj, se si shkon komunikimi, sa njerëzit lidhen me njëri tjetrin, sa duan të rrinë me njëri tjetrin.
momentin ku ndodhi kjo kriza, fillove të shikosh veten tënde ndryshe në jo vetëm veten, po edhe mënyrën se si partneri po të kuptonte ty. Deri më sot duket sikur ke filluar dhe ta pranosh që kështu është e pandryshueshme, ose ka ndryshuar vetëm 10%. Dhe sërish, nuk e di, angelen bosh këto nevoja tek ty? Këto nevoja janë nevoja që ngelen bosh, që unë nuk e di a plotësohen ndonjëherë, nga që nuk di të flas për të panjohurën që mund të më vinte nesër nëse ne nuk do ishim bashkë. Unë gjithmonë kam menduar që do vdes e dashuruar, marrëzisht me bashkëshortin që kam krah. Nuk kam qenë absolutisht kurrë pro e marrëdhënieve të dy fishta. Unë nuk mendoj që një femër e gjen lumturinë duke plotësuar ca nevoja boshe me një partner jashtë. Unë mendoj që ai njeriu që ti do të jesh me atë, ai do të jetë me ty, ju do të jeni bashkë në një shtëpi dhe nuk ka arsye pse të mbash 2 apo 3 meshkuj në jetë që të plotësosh nevoja specifike. Këtë do t'i gjesh të plotësuar vetëm te një mashkull. Unë kam zgjedhur që ta pranoj këtë mosplotësimin, sepse ky plotësim nuk më vjen nga një njerëz që më shplotsoi deri në pikë të fundit dhe nuk do më vi asnjëherë. Por jeta ka gjëra shumë të bukura se kjo pjesa e vogël e këtij plotësimi që patjetër që mund t'i mesha të tërat e një person tjetër. Nëse kjo ndaj, unë nuk e di çfarë do ndodhte. Sa e rëndësishme ishte për ty pjesa e marrëdhënies seksuale? Është shumë e rëndësishme, jo marrëdhënie seksuale, domethënë marrëdhënie kaq varfër, marrëdhënie seksuale, se duket është e rëndësishme për mua sepse marrëdhënia seksuale tregon dashurinë, tregon lumturinë, tregon plotësimin, që ti të duket jeta më e bukur, ti të duket shoqëria më e bukur, të duket vetja më e bukur, puna më e bukur. Domethënë, shpirti plot nxjerr shumë gjëra të bukura pa. Dhe kur njeriu është jo i plotësuar, ka frikë edhe nga gjëra që ndodhin në jetë, nga disfatat, nga vdekjet e familjarëve. Domethënë, për mua të jesh e dashuruar me gjithkohë dhe të kesh njërin që do është luksi i madh që mund të kesh në jetë. Por atë mendon se të kanë larguar to roli gruas, i nënës, i vajzës së mirë, të kanë larguar nga vetja? Po, sepse unë kur jam në kulmet e mia të dashurisë, jam vajzë më e mirë, jam njeri më i mirë, jam nën më e mirë. Pra fillon nga ty? Fillon nga unë. Unë tani po mundojmë të gjej balancat dhe të jem e mirë edhe pak të gjën që se kam. Duhet të jem patjetër e mirë, sepse askush nga ato faktorët jashtë nuk ma ka fajin për gjendjen që unë gjendem brenda. Dhe këtu po mundohem të rritem. Por patjetër, që kjo më bën edhe nervoze. Nuk ma jep atë paqe, dhe njeriu ka nevojë gjithmonë të ndihet të dashuruar dhe të dashuroj dhe të mos ndihet e refuzuar për njeriu që do, sepse shpirti është bosh, edhe po që shpirti bosh është krevati bosh, është trupi bosh, është marrëdhënia seksuale bosh, edhe diçka nuk shkon. Mund të them që ka momente lëndimit të fuqishme që kanë ndodhur gjatë periudhave ku filloi kriza, pra lëndimi erdhi pikërisht edhe nga mënyra se si afroheshit me njëri tjetrin. Ka pas gjithkohës edhe momente lëndimi, debati. Po, patjetër. Ka qenë shumë euforik. Periudha që ne kemi pas shumë probleme të mëdha, domethënë që Hungria zëri probleme të mëdha. Po, ka qenë. Ka qenë sa ndonjëherë, domethënë. Si ishte reagimi ti kur ti flisje për pjesën tënde, emocionale, fizike? Po. Nuk e di nëse ja të referoje që unë nuk ndihem, nuk e ndjej të përshihem në raport intim. Të bësh marrëdhënie seksuale në kohën që ti nuk e do absolutisht marrëdhënie me burrin që ke në krah, në këtë kohë të bësh marrëdhënie seksuale është shumë më e rëndë se mendoj unë, pa ofenduar njerëzit që mund të kenë kaluar një përdhunim se unë jap një zë shumë të madh. Unë mendoj që çdo femër që përfshirë dhe mua që kryen marrëdhënie me burrin pa dashuri, mos flas pastaj për të tjerat që kanë edhe probleme dhe më të mëdha se sa mos pas me dashurisë, po që u kanë ngel respekti, është fiksi një përdhunim, por ti përdhunimin e vërtet që personi që ti ke përballë në një marrëdhënie e kupton që ti nuk do të jesh me atë, kurse kjo është pak më e rëndë sepse duhet të mbash ato balanca që ai mos lëndoj deri në atë pikë ose ti mos. Domethënë nuk kemi pas atë pra në një vështirëse që të ketin vështirë. Po. Siç mendoj që e bën shumë vetë. Praktikisht është një lloj ndarje
e trupit dhe mendjes, me sa kuptoj në gjithë fjalët që ti po thua, sepse trupi jot nuk donte, nuk dëshironte dhe mendja e justifikonte. Është shumë e çuditshme se më the fiksa ato që kam thënë dhe unë, që unë gjithmonë i thoja që nuk më përgjigjet trupi. Dhe kur e bëja bisedë me shoqet e mia, thoja që sikur kjo gjë rregulloheshte, mbasi do rregullohen të gjitha. Por mua më kthy pastaj edhe në problem psikologjik, sepse unë nuk reagoja dot, nuk ndodhte lëshimi im fizik për ta kryer një akt seksual, qoftë edhe për nevojat e një femre. Unë nuk arrija dot as të kryeja një marrëdhënie, sepse kishin kaluar ca kohë dhe unë duhet ta bëja këtë gjë. Çfarë kishte në mendjen tënde? Momentin që kishte të refuzim trupor. Ky njeriu më ka sjellë shumë palumturi. Ma ka marrë lumturinë, ma ka marrë jetën, ma ka marrë gëzimin. Ky njeriu ma ka marrë atë gjën që unë doja të jetoja me pasion, edhe ai ishte një njeri në mendjen time i keq në atë kohë, ishte një njeri që më kishte sjellë palumturi, që akoma më mbante peng në mënyrën e vet. Është interesante. Dhe nuk më binte që ai kishte dashuri. Unë mendoj, edhe sot mendoj që në atë kohë egoja e tij ka dashur diçka tjetër, por mendja dhe logjika ka vendosur diçka tjetër. Çfarë diçka tjetër? Ai ka mbajt familjen, por egoja e tij do donte të më thonte nuk më do dhe nuk ndjen. Dil jashtë, sepse as unë s'e dua më. Sepse unë e ndija vibe-in që ai kishte, e kuptoja që ai edhe pse po mundohej ta mbante këtë martesë, edhe ai ishte i lëndum që unë e refuzoja. E ndjente refuzimin tënd? Ai e ndjente refuzimin tim, sepse unë e bërtisja më të madhe, edhe unë e ndjeja që ai shtynte veten dhe limitet e veta për të më thënë mua që unë të dua akoma. Ishte i zemëruar për brenda dhe nuk e kishte kuptuar dëmbin që më ishte bërë në vite. Po mendonte që kjo tani po luan, edhe do të iki. Pra mendon që mund të ishte edhe një akt i qëllimt ndaj teje? Po. Sepse shprehte në mënyra të ndryshme dhimbjen që kishte që unë doja ndarjen, por nuk ishte aq si ta them real. Për shembull nuk e di, ta shpjegoj fiks, po unë nuk e ndjeva asnjë 100% që ai vërtet e donte këtë martesë, sepse më donte të merrsisht dhe pa dashje më kishte hyrë aty ku nuk duhej dhe pa dashje më kishte vrarë dhe tani ai do ta rikuperonte. Ai kishte edhe pjesën e faktit që familja do të mbajtë në këmbë, edhe ne nuk mund të ndajemi kot kështu pa lidhje, kupton? Ishte i martuar dhe me mendje, sesa me zemër. Pra po performonte në rolin e tij? Po, gjysë po performonte, pavarësisht se asnjëherë se pranoi. Pra po të kuptojmë kishte të dy ishin të ndarë. Po. Unë mendoj që largimi i tij pati të bëjë me një emocion të vetin të mas jashtë, që mund ta ketë konsumuar, ose logjika e ka bërë që ta lëri për gjysë, dhe kur është kthyer në shtëpi ka humbë dhe martesën. Se askush s'është i Zoti të mbaj lumturisht dy femra. Njëra duhet ta bëj paktin që tjetra. Nuk e di, a ka pasur edhe momente ku ju s'keni pasur fare kontaktin tim? Jo. Ka vazhduar edhe pse ne asnjëherë nuk kemi diskutuar që ta lëmë mirë të paktën kontaktin intim. Domethënë të paktën ne të provojmë të rrimë ca kohë pa kontaktin intim. Nga që bashkëshorti im gjithë jetës ka qenë një njeri nevrik, kupton? Dhe kur i ra kjo pauza edhe kjo qetësia, që u bë një njeri tjetër nga shumë gjëra të ndryshme, unë nuk e kisha dhe fuqinë që t'i vija kufit definitiv. Domethënë më preku në mirësi, më preku në njerëzillik. Pastaj unë u vura në funksion të dhimbjes atij. Kupton? Nuk doja më që ai të kalonte gjëra të mëdha, siç është që të duhesh të ndihmë psikologjike, domethënë doja që mos shkonte deri atje. Dhe shtyja dhe veten. Dhe nuk jam bërë pishman, do ta ribëja prap. Por shpresoj që unë mos kem ngushëllu një mashkull që më ka sjellë lëndime nga një marrëdhënie e tretë jashtë. Domethënë do ishte fundi im nëse unë doja t'ika nga një marrëdhënie
të një personi që kishte nisë një marrëdhënie tjetër dhe e jetonte të lumtur dhe mund kishte lënë bazdore. Dhe ky njeriu kthehet dhe bën sikur e do shumë familjen, sa arrin në sjellje dëshpëruese për ta mbajtur familjen gjallë, ndërkohë që thjesht është kthy se ka humbur vetë diku. Nuk du që të jem ajo femra që po shëroj zemrën e mashkullit tim në shtëpi që ja ka thënë një femër jashtë. Kjo do ishte akoma më lëndëse Kjo do ishte pastaj, kjo do ishte pjesa që do përmbushte të gjithë pyetjet e mia. Në fakt nuk do doja të vdesja asnjëherë pa e ditë këtë gjë. Jo se do ndihesha fajtore se kërkova dikur divorcin, apo mund ta kërkoj prapë nesër, sepse mund vi një moment që unë as kjo mos më intimidoj. Kupton, mund vi një moment që mund të them, okay, ty të them që ne po ndajemi, por unë e kam vendosur që të shoh dhimbjen time para dhimbjes tënde. Këtë mund të ma sjellë jeta si kërkesë, por që nëse do ishte ajo që thash pak më përpara, do ishte shumë e dhimbshme. Po ndodh që dhimbja jote gjithmonë ka kaluar në rënd të dytë. Po, si në përgjithësi. Dhe do të kuptoj pak edhe suportin, ti e fole pak, pjesën jashtë, brenda në çift nuk është se ke gjetur shumë kuptim në dhimbjen tënde, ke qenë ajo që ke dhënë përparësi dhimbjes tjetrit, po dua të kuptoj në marrëdhëniet me familjarët, me njerëzit jashtë, nuk të kuptuan plotësisht në ato që ti po kërkoje të tregoje. Në marrëdhëniet me njerëzit jashtë, nis nga familja ime, dy prindrit e mi, askush jo vetëm që nuk e kuptoi dhe nuk më mbështeti, por në mënyrë shumë të kulturuar më bën edhe presion. Domethënë që se lë dote, si mund ta lësh të gjitha të djale, çfarë do duket veti aty, e kupton? Domethënë presioni dhe mos kuptimi jashtë më solli faktikisht në gjendje shumë të rëndë time mendore, sepse askush nuk e kuptoi, nis nga prindit e mi, sepse ata nuk gjetin arsye të mjaftueshme për të Si u ndarë. referoje ti këtë? Jam e palumtur, është njëri që s'merret me mua, që s'ka komunikim, që ikën, që nuk mi vë përparësi jo kënaqësit, po kërkesat e mia. Ju referovem në mënyrë direkte që ndodhi dhe kjo pjesë Si në çdo kontakt? vajzë, aq më tepër unë që flas dhe me shoqe për këtë punë, jo me prindër. Si çdo vajzë unë në koreale, çdo ditë i them mamit. Erdi vonë, erdi herë, më mojnë telefon, më mori nga puna, më çoj. Domethënë unë çdo ditë i tregoja to shqetësimet e mia. Po mos plotësimet e tua. Mos plotësimet e mia. I thoja që Dhe si të thonin? Kjo është jetë çmend ti, me pak fjalë. Ti ke kalu, ti ke diçka, ti s'ka mundësi, nga të erdhi kjo. Domethënë nuk u kuptova as nga ata që më lindën që duhet ta dini shumë mirë se çan dëshmëri s'ka fëmijë vet. Këtë nuk e kam kuptuar. Ty do ndikoj në vendim? Më ndikoj në vendim absolutisht. Absolutisht. Më ndikoj në vendim 80%. Sepse për 20 mund kisha ndejt edhe për ato gjën që ai kishte. Po si, normal. Më ndikoj shumë në vendim. Sepse fajsova veten. Sepse pika e fundit që unë prisja mi kuptim ishin prindit e mi. Sa prite për t'ju treguar këtë? Gjithë kohës ua kam treguar. Domethënë edhe për këtë se kuptova sepse ata s'më kuptuan. Sepse unë gjithë kohës ankohesha, kur unë bëja luftën e madhe për mos arrit të kërkoja një divorc. Ata ishin në dini, po gjithë kohës u janë duke arsye të pamjaftueshme për të arritur një divorc, për të prish një familje. Domethënë nuk e di, do të ndodhin gjëra shumë të mëdha që prindit ta kuptojnë këtë gjë. Pra ai punonte, kujdese për ju, ishin punonte. imazhet e jashtme që e bindnin të tjerët që marrëdhënia është perfekte. Por mes jush po Nuk kishte asgjë që njerëzit të bindeshin, madje shumë më thonin që do ta qash më vonë këtë fund, po edhe se ti nuk e di çfarë bëhet jashtë, se ti nuk e di si janë mishkut jashtë, se ti nuk e di çfarë ndodh jashtë. Unë jashtë e di shumë mirë se çfarë ndodh, por këto janë vrasje të vogla. Këto të çojnë në dhimbje shumë të mëdha se sa një gjë shumë e madhe që mund të bëjë një mashkull. Edhe në këtë marrëdhënien time të kaq viteve, me kriza të vogla të përditshme, palumturie, monotonie, kam kuptuar që pse shumë femra ndonjëherë falin dhe një tradhti të një mashkulli që bën shumë për të. Sepse e suporton atë gjën sepse ajo jep 100%. Ndërsa një njeri që është aty, por dhe nuk është aty, është shumë e rëndë se ajo e para. Domethënë ai njeriu është gjithkohës aty, nuk të lë as ta ecësh, as nuk rri me ty. As të jep çfarë do, por të jep sa do.
Do të thonë ai të vë ty në funksion të vetes. Të jep ai sa do ai, është aty ai sa do ai, të do ai sa do ai, të kupton ai sa do ai, pjesa që ai plotësohet dhe nuk shkon asnjë më larg se çka ke ti nevojë. Dhe në momentin që ti bën të ikësh, ai thotë jo rri këtu se ti je shumë mirë. Unë se kuptova, po unë ta dia do shadon dhe më shumë dhe nuk të lë as të ikësh. Kuptoj, ke qenë në kontroll edhe të një imponim edhe të jashtëm edhe të brendshëm. Një imponim total nga të gjitha anët, sepse ishte e pamundur që njerëzit të kuptonin të gjërat e vogla. Këto jetoja unë, edhe dhimbjen e kisha unë. Ajo darka e zyn vite vetëm në shtëpinë time. Ai mos komunikimi vite vetëm me familjen time. Dhe ne ishim njerëz me logjik që bënim këto detyra që dilnim, punonim, jetonim dhe dhe ne nuk kishim zhurma të mëdha, por atë mos plotësimin e lumturisë e dinim vetëm ne. Prandaj gjithmonë mendoj që diçka e lumtur i është dhënë nga jashtë. Jeta nuk mund të lë pa kaluar edhe pjesën e depresionit që ti ke folur. Në periudhë depresioni gjatë, që le të themi piknisja ishte edhe nga ajo që ndodhi mes jush si çift. Për ty si interpreton sot? Duke qenë se një fazë që mund të themi pak e ke kaluar, do të ndihesh më mirë. Depresioni nisi në faza të vogla që u rrit shumë, në kohën kur unë s'u kuptova nga asnjëri. Por nisi fiks në kohën kur unë kuptova veten. Unë kuptova veten dhe s'u kuptova nga asnjëri. Dhe kur unë kuptova veten se çfarë du, e isha e pafuqishme për ta çuar deri në fund atë që doja edhe ndihmë nga jashtë dhe njerëzit nuk e kuptonin dhe unë rash në një pikë që shpirti im do të ditë çka, mendja ime do të ditë çka dhe askush nuk kishte të më jepte një dorë për të arritur këto gjëra që unë doja. Dhe kjo fazë ishte shumë fazë gjatë depresive dhe pa lumturie e çdo dite, e çdo ore, e çdo momenti që unë funksionoja si njëri normal dhe ndërkohë që isha në një depresion. Mendoj sot shumë të rëndë. Çështja e depresionit është diçka që keq kuptohet shumë tek njerëzit, e shikojnë si një sulm që po i bëhet nga vetvetja e tyre. Po me sa kuptova në rastin tënd ose në rastin e shumë njerëzve të tjerë, mund të ndodhë që është një sinjal i trupit për gjëra që po ndodhin aty dhe që nuk shkojnë dhe ti fillon edhe ta kuptosh më shumë veten, pra lidhesh më shumë me veten. Ka ardhur kështu edhe tek ty? Për mua depresioni ishte një fortunë që më solli dhimbje që unë nuk dija do kisha më fuqi ti rijetoj edhe një herë. Domethënë për mua është një kohë e errët që unë nuk kam më fuqi ta rijetoj atë gjë që kam kalu. Por sot e kam depresionin e shoh si një bekim të dikushëm që sot më ka bërë kjo që jam. Domethënë njeriu duhet ta preki patjetër fundin në një fazë të jetës, që të ringrihet dhe të jetë mirë me veten, jo për t'ia treguar dikujt se u ringrit dhe unë rash. Ty të ndihmoj të lidhesh me veten pavarësisht asaj që nuk po ndodhte në çift. Më ndihmoi që të du veten, më ndihmoi të rritem, më ndihmoi të jem mirë me veten. Nuk e di, depresioni më solli një jetë të dytë. Më solli bekime, më solli shumë gjëra të bukura të shpirtit tim, do të thënë se si unë e konceptoj tani jetën. Edhe nuk është gjithmonë ajo gjëja që të lë bosh. Ndonjëherë depresioni të bën që të mbushesh me veten dhe njerëzit i mbash pak larg. Ta heq atë panikun që ti gjithmonë kërkon të mbushesh nga njerëz të tjerë, të bën komod me veten. Jeta më pëlqen shumë që ti e ke marrë në këtë formë pjesën e periudhës sepse ka qenë errët, ka qenë dhimbshme për ty, por të ka bërë të lidhesh pikërisht me atë vete që nuk u lidhem kurrë. Pavarësisht marrëdhënies se si shkon, ti e the shumë mirë në fillim, është më e rëndësishme se si ne raportohemi ose çfarë narrative, siç e përmendim shpesh në podcast, ndërtojmë me dhimbjen tonë. Unë mendoj që fola për gjithë udhëtimin tim të deri tani, nuk e di se si. Ky nuk është fundi. Mund të kërkohet nesër një ndarje nga bashkëshorti, mund të vendosur nesër ta jetoj jetën e lumtur dhe pikë, mund të jem komod dhe mirë me këtë që jam. Nuk e di si do t'i vijë. Jeta, unë falenderoj shumë për mundësinë që na dhe të dëgjojmë historinë tënde dhe mendoj se sikurse ne këtu, po edhe njerëzit atje që po na dëgjojnë, mendoj se përfitojnë shumë nga mënyra se si ti e ke kaluar në mënyrën tënde. Faleminderit që më dhat mundësinë. Unë ndihem shumë e privilegjuar që erdha këtu dhe fola.
Pavarësisht se ne nuk jemi gati akoma në këtë Shqipërinë tonë të vogël të dalim me zë dhe me figurë, mendoj që duhet të vetëm diçka për gjithë njerëzit. Mos i shtyni limitet e juaja për askënd. Edhe për atë njeriu që mendoni që duhet ta bëni. Për askënd, ndonjëherë as për fëmijët.